Ndërsa, si për të gjithë qytetarët, viti 2025 nuk ishte i lehtë për personat me aftësi të kufizuar, por edhe për personat e moshuar. Ndërsa shqetësuese është qëndrueshmëria e shërbimeve sociale pikërisht ndaj këtyre personave. Një rrëfim më të zgjeruar na e sjell kolegja Afërdit Duraku. Me qëllim të përmirësimit të kushteve dhe avancimit të pozitës së personave me aftësi të kufizuara në Kosovë, që nga themelimi Hendikos ka bashkëpunuar me institucionet e nivelit lokal dhe etati qendror, e cila është partner serioz i donatorëve dhe i organizatave ndërkombëtare e lokale në implementimin e projekteve, të cilat përmirësojnë jetën e personave me aftësi të kufizuara në vend. Jemi në qendrën e Hendikosit në kryeqytet, ku ofrohen shërbime për fëmijët, ndërsa do të flasim se çfarë është realizuar në vitin 2025, pra në këtë vit në të cilin jemi, dhe çfarë pritet të realizohet apo cilat janë kërkesat e Hendikosit për vitin 2026, sigurisht drejtuar institucioneve gjegjëse. Këtë intervistë do ta zhvilloj me Kaltrin Misinin nga Hendikos, e me të cilën sigurisht do të kuptojmë gjitha këto informacione, por jo vetëm. Pra Kaltrin, jemi në fund vit, sigurisht 2025 nuk ishte viti i lehtë mbase për të gjithë qytetarët e Kosovës, por sigurisht për të gjithë personat me aftësi të kufizuara, mbase mund të ketë qenë edhe më i vështirë. Vit pas viti, ne detyrohemi të evidentojmë sfidat pothuajse të njëjta. Nuk është që nuk ka pasur fare progres, sepse me vullnetin edhe me punën e institucioneve, por edhe të organizatave të personave me aftësi të kufizuara janë shtyr disa procese. Kemi pasur edhe mbështetje për ofrimin e shërbimeve sociale, por jo të mjaftueshme dhe jo të qëndrueshme, dhe kur jemi tek shërbimet sociale të cilat janë jetike për mirëqenjen dhe zhvillimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, por edhe të rriturve dhe prindërve të fëmijëve, sigurisht që lypset një mbështetje shumë e madhe institucionale, sepse siç e dimë në Hendikos funksionojmë kuadër të projekteve dhe është e pamundur që në kapacitetet e atyre projekteve të përfshijmë të gjithë ata të cilët ka nevojë. Sidoqë të jetë, ky vit ka qenë i tillë ku është dashur të avokojmë shumë edhe për procese të tjera që kanë të bëjnë qoftë me legjislacionin, e të cilat do të evidentoja janë kërkesa për rehabilitim institucional për personat me status paraplegjik dhe tetraplegjik, gjë që garantohet edhe në bazë të ligjit përkatës, sepse vlerësojmë që rehabilitimi institucional është shumë i rëndësishëm në mënyrë që gjendja e personave të mos ketë regres dhe të mirëmbahet, e që rehabilitimi institucional llogarisim të jenë banjat në Kosovë. Për këtë arsye kemi kërkuar edhe në bazë takimeve që kemi pasur me përfaqësuesit institucional përkatës të çojmë përpara domethënë këtë proces. Po ashtu një çështje tjetër të cilën e kemi adresuar shumë gjatë këtij viti është edhe ka të bëjë me kodin për dogana dhe akciza. Kemi kërkuar që personat me aftësi të kufizuara, cilët duan të posedojnë një automjet special, pra kemi fjalën për automjetet të adaptuara që kanë rampa dhe kushtet e duhura për lëvizje, të lirohen nga tatimet, pra po ashtu edhe organizatat e licencuara të cilat punojnë për personat me aftësi të kufizuara, po njëjtën kohë edhe kujdestarët e personave, sepse ne çdo herë themi që personat me aftësi të kufizuara në Kosovë janë prej grupeve më të varfra të shoqërisë dhe përderisa dikush arrin të ketë mundësinë të blejë një automjet special, të paktën shteti t'i liroj prej disa tatimeve dhe t'u lehtësoj këtë proces. Po, sigurisht që ne si Hendikos gjatë vitit 2025 kemi qëndruar në atë monitorimin cilin e bëjmë zakonisht qoftë të ligjeve të cilat janë fuqi, në fakt ka pasur mungesë ndoshta të plotësim ndryshimeve të ligjeve dhe të akteve nënligjore. Kemi monitoruar po ashtu një proces shumë i rëndësishëm që ka qenë gjatë këtij viti, është shpërndarja e pajisjeve ndihmëse nga SHKK-ja. E dim që ka qenë proces i stërgjatur, por që tash në fund të vitit, sikurse u zgjidh ky problem dhe shumë shpejt, po shpresojmë që do të fillojmë ne si Hendikos të shpërndajmë ato pajisje në mënyrë që ta lehtësojmë sa më shumë procesin dhe pajisjet ndihmëse të mbërrin tek komuniteti, pra përkatësisht tek personat me status paraplegjik dhe tetraplegjik. Me të marrë këtë informacion, sigurisht gjithë ata që kanë nevojë, kanë filluar të interesohen apo keni një listë
të cilën tashmë e dini se ku do të shkojnë këto pajisje? Në fakt, procesi për shpërndarje e pajisjeve ndihmëse, pajisjet cilat gjenden në SSKK, është një proces ku së pari është forma e aplikimit për personat me status paraplegjik dhe paraplegjik, cilët me një vendim të pensionit që posedojnë, duhet shkojnë në qendrën specialistike në QKK për të aplikuar. Pas atij procesi është faza e vlerësimit prej komisionit përkatës të përcaktuar prej Ministrisë së Shëndetësisë dhe mbas të vendimit zyrtar cilin e lëshon komisioni, atëherë hendikosi i fton në mënyrë individuale personat edhe mbas të parametrave dhe matjeve e monton dhe adapton pajisjen në mënyrë që pastaj secili me kohë njoftohet edhe të vijë dhe ta marrë. Përndryshe personat kanë të drejtë ose familjarët e tyre të aplikojnë për 2 apo më shumë pajisje ndihmëse. Ne tashmë se ndikos kemi nisur një lloj fushate informuese se si të aplikojnë dhe ku po gjendet procesi. Kemi publikuar dhe listën e pajisjeve ndihmëse cilat janë në dispozicion në SSKK, kështu që po shpresojmë që ky proces do të shkojë sa më mirë dhe pajisjet do të mbërrinë tek ata cilët kanë nevojë më shumti. Po numri i pajisjeve është i kufizuar apo do të ketë për të gjithë ata që kanë nevojë? Duke qenë se në Kosovë llogaritet të jenë dikon 3.000 persona me status paraplegjik dhe tetraplegjik, këto pajisje janë dedikuara vetëm për këto 2 grupe, personat paraplegjik dhe tetraplegjik, kështu që po besojmë që nevojat e tyre do të përmbushen. Veç po përmendim shifra, pra me regjistrimin e popullsisë, ka ndalur mbi apo rreth 21% e popullsisë me nevojë të veçantë. Është ky numër normal, aq sa janë, apo ka diçka që duhet shpjeguar në këtë pikë? Po sipas regjistrimit të fundit të popullsisë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, po del që nga numri total i popullsisë dikund janë 21% persona me aftësi të kufizuara. Po që ne kemi parë dhe kemi vlerësuar që aty janë evidentuar personat me status, domethënë personat me vështirësi afatgjate dhe personat me vështirësi afatshkurtre që aty janë futur edhe të moshuarit, për ata dhe ka dalë një numër shumë më i lartë, sidoqoftë e dim që organizata botërore e shëndetësisë OBSH sipas tyre në botë jetojnë dikon 16% e popullsisë në total. Ndërsa, po e lëm vitin 2025, po i kthehemi as pritshmërive që prisni pra të realizohen në vitin 2026. Çfarë mendoni që është me urgjencë të realizohet gjatë vitit 2026 për të rritur mirëqenien e personave me aftësi të kufizuar? Po gjithçka që lidhet me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, të garantuara me kushtetut, garantuara me konventën ndërkombëtare drejtave të personave me aftësi të kufizuara dhe të garantuara me legjislacionin në fuqi, është e rëndësishme që të përmbushen të drejtat e personave me aftësi të kufizuar, mos shihen nga këndi i bëmirësisë, por qihen si një pjesë e shoqërisë shumë produktive dhe kontribuese e shoqërisë dhe sigurisht që të krijohet një mirëqenie shumë e madhe për personat me aftësi të kufizuara, qoftë përmes ligjeve të ketë zbatim më të madh të ligjeve të cilat garantojnë të drejtat e tyre, për shembull çështja e drejtës për edukim, po ashtu edhe çështja e drejtës për punësim, sepse kemi ligjin për nuk plotësohet. Kërkesë dhe sfidë që ballafaqohen që prej pas luftës personat me aftësi të kufizuar dhe është kërkesë e hendikosit që atëherë? Po, sigurisht, se e përmenda në fillim që thuaj se çdo vit duhet të evidentojmë problemet dhe sfidat e njëjta, ndonë se ka lëvizje ndër vite, po jo ashtu siç kërkohet dhe garantohet, jo kënaqshëm. Kështu që është shumë e rëndësishme të sigurohet rehabilitim institucional, të ketë lirime për këto grupe, po në anën tjetër edhe të ketë mbështetje më të madhe për mirëqenien e tyre përmes shërbimeve sociale, por ne kërkojmë çdo herë që të institucionalizohen këto shërbime. Në hendikos aktualisht mund ta përmendim që gjatë vitit kemi arritur të ofrojmë këtu në qendër 3 shërbime kyçe të cilat kanë qenë fizioterapi, mbështetja psikologjike dhe logopedi, që janë përfshirë në total 66 fëmijë nga regioni i komunës së Prishtinës. Po ashtu kemi pas edhe shërbime në terren për gjithë ata persona cilët e kanë pamundur edhe daljen prej shtëpisë, ndoshta për shkak mungesës së çastës infrastrukturore. Kemi përfshirë dikund 40
të rritur nga regioni i Prishtinës, po në anën tjetër kemi zhvilluar edhe shërbime të tjera në terren, që kanë qenë shërbime për intervenimin e hershëm tek fëmijët me vështirësi zhvillimore dhe aftësitë kufizuara, ku kemi ofruar pra shërbime sociale në 5 komuna të Kosovës, e që ato shërbime ne adaptuar në ambientet ku ju kanë përshtatur më shumti fëmijës edhe familje, sepse ka qenë qëllimi që të fuqizohet edhe familja bashkë me fëmijët, qoftë domethënë shërbime në shtëpinë, në kopsht, në shkolla, në QMF, kudo që ata janë ndjerë më së miri. Pra, Hendikosi përndryshe ka vazhduar edhe këtë vit ofrimin e shërbimeve të pajisjeve ndihmëse, jo vetëm për personat me aftësi kufizuara, por për gjithë qytetarët e tjerë cilët kanë pasur nevojë. Si Hendikos në vazhdimsi, pra kemi avokuar, kemi lobuar dhe kemi ofruar mbështetur personat me aftësi kufizuara me aq kapacitete sa kemi pasur. Po sigurisht që në vitin 2025 duhet ta përmendim patjetër që ka ndikuar shumë edhe situata politike, mos konsolidimi i institucioneve, që ka stagnuar shumë procese, cilat edhe i përmenda pak më herët. Ndërsa në nivel vendi, Hendikos për sa persona ofron shërbime? Po Hendikosi qendër në Prishtinë, si që përmenda, pra kemi gjatë vitit, sepse gjitha shërbimet janë të parapara në kuadër të projekteve dhe kapaciteteve që kemi në bazë projekteve. Dhe gjatë këtij viti, pra kemi arritur që në qendër të përfshin dikon 66 fëmijë, të rritur në terren dikon 40, po ashtu edhe 30 prind cilët kanë marrë mbështetje psikologjike, ndërka shërbimet tjera të mbështetura prej zyres së UNICEF-it në Kosovë, pra janë përfshirë dikon 261 fëmijë në 5 komuna të Kosovës. Kaltrin, një mesazh juaj në këtë fund vit, sigurisht për gjithë personat me aftësi të kufizuar, pasi që jeni edhe në shërbim të tyre, por edhe për të gjithë qytetarët e vendit. Po mesazhi çdoherë shkon që shteti i Kosovës t'i trajtojë të gjithë qytetarët e vetë në mënyrë të barabartë, t'ua garantoj të drejtat, një mirëqenie më të mirë dhe një përfshirje sa më të madhe, dhe të kemi vedisim shumë më të madhe dhe vullnet më të madhe të institucioneve për t'i përmbushur këto, por të kemi edhe një vedije më të madhe edhe të shoqërisë për t'i pranuar personat me aftësi të kufizuara dhe për t'i konsideruar si një pjesë shumë produktive të shoqërisë tonë. Sipas Kaltrina Misinit nga Hendikos, ndër vite premtimet kanë qenë shpresëdhënëse, por pak nga ato premtime janë jetësuar.